بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين Lavdrimet dhe falenderimet I takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, lejoni t'u përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, begatia, lumturia Allahut qofshin mbi ju të gjithë. Gjithashtu I përshëndesem edhe ata të cilët na ndjekin nëpërmjet rrjetit social. Sikurse që e dini se kam filluar me këto shenjat e mëdhaja të kiametit, sot në javë folëm diçka në 3 shenja për ata të cilët nuk kanë qenë në jetë, ishin shafitja, lindje, perëndim dhe njana gadishëm në arabik. Sot, sikurse që jeni të informuar në rrjetet sociale, është një shenjë e madhe e ditës së Kiametit, e cila përmendet në shumë hadith. Mund thotë dikush, po në Kur'ana përmendet kjo shenja që sot do të flas është kush është Dejjal. E keni ndëgjuar edhe pak për atin e pleqve ma përpara një Dejjal të dalë. Me siguri, ata kanë marrë njohuri rreth hoxhallarëve që kanë qenë ma përpara. Mirë, edhe tash në rrjetet sociale I keni vërit se shumë flitet sidomos kur ishte lufta në Palestinë. Secili prej atyre mendoshin se do të vijë më njëherë Dejjali, apo sikurse që e keni ndëgjuar në rrjetet sociale Imam Mehdi. Por Imam Mehdi mirë është edhe për atë flitet po të shohim si do të vinë në rrjeta, pasi që ti numrojmë njëherë këto shenjat e mëdha të Kiametit, inshallah ti përfundojmë, edhe nëse na jet pak kohë, mund të flasim edhe për Imam Mehdi, edhe pse ka shumë edhe për ata argumente edhe që flitet, por në ato sot do të flasim me titullin që e kam titulluar Kush është Dejjali? Dejjali është një krijesë. Normal që e ka kriju Allahu s'mund të mohor. Mirë po, pse e ka marrë këtë emrin Dejjal, do të shifni se edhe kjo fjala Dejjal përmendet vetëm në fenë islam. Por ki Dejjali përmendet edhe në krishterizmën e judizëm.
Nuk është vetëm te Islam. Më thonë edhe Teurati ka folë, edhe Injili ka folë. Mirë po ato me një emën tjetër, nuk i thunë Dejjal. Ato krishterët i thunë antikrishti. Pse i thunë antikrishti? Se Dejjali dhe t'jese kundër Hazreti Isës. Pse? Dhe shifni ma pash kur dhe t'i flasë se pretendon edhe Dejjali se është pejgamber i dërguar i Allahu, por edhe ma vonë pretendon se është hasha lillahi se është Zot. Edhe me këta pretendime që i bonaj, do të shifni se ka do mrekulli të rejve që i t'i jape Allahu në Gjeleshanu në këti. Unë thotë e dikush, po pse t'i jape këti atë fuqi hinore që e ka Allahu në Gjeleshanu. Jo se jenë, jo se jonë të vërteta, por kërret jonë të pa vërteta. Se fjallat Dejjal, Dejjaleven, për arabishtes, mbulues i se vërtetës. Se kide e fshehet vërtetën, dhe mba e sekret fshehet atë realitet. Edhe për atë shka ki thuj Dejjal. Edhe të ne, të populli jonë, si do më shqiptar, përdoret ki jemi avete si Dejjali je. Ka njësën që flitet këtë. E ajo, të ne është për njeriu që është dalavergji, që është shumë, ose mashtrues, ose haramgji, shumë haramgji i madhë është. Dhe më thonë, këto i përafrohet edhe këto populli jonë që e ka përdorën, dhe thotë se kjo. A realiteti qka është se mbulon të vërtetën. Çfarë të vërtetë? Nuk do a shpaluje ata njerëz që dhe t'i takoje dhe më thonë Dejjali, nuk do a thet të vërtetë. Këtë rinjë, çdo fjalë që të dale pre ati, këtë rinjë është. Gënjeshtë, trillim, mashtrues, dalavergji si thash. Kitë këto emra, i ka ki emri Dejjal. E njëjta gjonë edhe ki do dalë. Sikur se që tha, edhe ki është një krijer si njeri. Mirë po, fizionomia e Dejjalit ne i përshkruan pejgamberi alayhi salatu wasalam. Por edhe një gjonë para kësa, ta keni me dije se në Kur'an nuk përmendet Dejjal. Por që nuk thote se Allah në Gjeleshanu nuk është kjo. Ama, hadith e ka të shumë. Edhe ato, shumë autentikja, dhe shumë vërteton. Sidomos, është në Bukhariun edhe Muslimi. Këtë që t'i flasë sot të në, t'jeni të bindur se janë kitë në Bukhariun dhe Muslimi. Më thonë, nuk ka dhe një dilemë, diçka, rreth Dejjal. Po kur thëmë se edhe krishtin e përdorin, edhe jehudit e përdorin, mirë po, ata mendojnë se kur dhe të vije për jehudit tash mendojnë. Jehudit thuajnë se kur dhe të vije Dejjali dhe ta mbulojë këtë botën, edhe do të jenë sundues të botës prapë përsëri. A e kundër ta do t'jenë. E kundër ta do t'jenë. Tash pak fizionomin të Dejjali. Por, ku të del ki Dejjali? Dhe kjo interesant. Dietarët krejt kanë folë për këtë, thot, kur do ta harrojnë njerëzit, populata, ose bota, kur do ta harrojnë daljen e Dejjalit, atërës do të del Dejjali befasisht ati një njerëz. Dhe me thonë, deri sa përmendet, nuk do të del Dejjali. Por që atër kur do të harrojnë njerëzia,
Dhe thotë se emrin e këtij Dexhalli se kush është, që atëherë do të del Dexhalli. Mirë po, ne kemi folën për të gjëra se mas shenjave të vogla edhe të mesme, si kemi thënë, se do të vinë shenjat e mëdha. E shenjat e mëdha tash do thotë se njëra prej atyre është që do të del Dexhalli. Për këtë kemi paralajmërime të shumta për pejgamberin alayhis salam. Shumë hadithe ka rreth Dexhallit. Paralajmërimet është një hadith shumë interesant është që thot pejgamberi alayhis salam. Thot pejgamberët e përpashëm ua kanë tërheq vërejtjen popullatës se do të vijë Dexhalli. Këtë pejgamberët e kanë përmendën, bile në këtë rast, në këtë hadith e përmendën, thot edhe Nuhi alayhis salam, edhe ai e ka përmendë Dexhallin. Mirë po, shifni çka thot pejgamberi. Unë do t'u tregoj diçka që nuk e kanë përmendë pejgamberët e përpashëm. Interesant. Kitë e kanë përmendë? Mirë po, unë do ta përmendi që nuk e ka përmendë asnjë pejgamber më përpara. Ai është Dexhalli i verbër, kurse Allahu nuk është i verbër. Këtë frazë në fund që e thom unë, pejgamberët e përpashëm nuk e kanë përmendë. Ndërsa pejgamberi alayhis salam e shpalos para njerëzve edhe para xhamatit vet u ka thonë se ai është të thotë se i verbër. Tash çfarë verbërie do të ketë Dexhalli? Prit tash, ose ne që i përmendim këto, pejgamberi alayhis salam paramendoni para 1450 viteve e ka lajmëru edhe e ka cilësu se kush do të jetë Dexhalli. Shifni çka thot. Ka transmetime, do të jetë njeriu i shkurt. Do thonë, do të jetë se i gjatë. Por një transmetime tjetër se do t'jetë edhe i gjatë. Ne do t'a marrim shkurt. Thot këmbët do t'i ketë pak si çtrembura. E di kur njeriu kur i ka drejt këmbët e dish i ka pak lakome, në çkëtë formë do ta kese Dexhalli. Përveç kësaj këmbët që do t'i kese çtrembura, thot balli do ta ketë pak gjerë. Gjatë si të internet. Thot, në mes disive, ku i ka, thot, do të shkruaj 3 fjalë, 3 shkronja arabe. Kefera. Me një vend, thot, kafir, do të shkruaj. Më thonë, këtu do t'i shkruat arabisht, kafir. Pejgamberi alayhis salam thot, ata që do dinë ta lexojnë, do ta lexojnë, thot, këtë fjalën kafir. Por ata që nuk dinë arabisht, edhe ato do ta kuptojnë se është kafir, është Dexhalli. Domethënë, edhe ata që do dinë atë kohën, edhe ata që nuk do dinë, do ta lexojnë, domethënë se mballin e tij do t'i shkruhet kafir. Domethënë, mos besimtar ose mohues i të vërtetës. Kjo është. Në syrin e djathtë do t'jetë i verbër. Do t'jetë i verbër. Qorë nuk do t'sheh. Me syrin e djathtë. Syrin e majt edhe ati nuk do t'sheh edhe në qorësinë e vite e të asaj verbërinë e ti do t'jetë, thot, shpamurit të ti si kur, thot, rushi i shtipur. Si kokra e rushit të shtipur. Ashtu do ta kese, më thonë atë belgzën e syrit ki Dexhalli. Shef çfarë përshkrimi bën pejgamberi. Më thonë e tregon cilësinë vetëm besimtarët musliman ta kuptojnë se ki do të vije para sa me ndodh dita e kiametit. Ka një transmetim se syri i majt është i verbër.
Mirë po unë që i klasifikova hadithet, më shumë dalin se nënën e djathtë. Nuk e parashtrojmë, nuk e largojmë ne, për shembull se mund të jetë edhe syri i majt. Por edhe syrin e majt nuk do të sheh aq mirë. Do të thonë në atë syrin që e ka. Por kjo mjafton që edhe besimtari i mirë, edhe jo besimtari i mirë, do ta lexojë dhe thotë se çka se ka është e mohus i sërtës. Flokët do t'i ketë kachurena. Nuk t'i kese trafsh, për shembull shtipur për kokë, do t'i ketë kachurena. Nuk t'i ketë do thotë se çota sikur se ne normal që i kemi, ai do t'i ketë kachurena. Por atë ftyrën dhe ta ketë pak si të madhe, normal, si ne që jemi, dhe do të se është e një krijes. Tash, është shumë interesant. A është Dejjali gjatë? A është Alas Khalid? Këto djetarët polemizojnë shumë. A rreth se çështës. Mirë po, ka edhe disa transmetime, se është me një ishull i prangosur. Me një ishull. Nuk e cilëson se në cilën ishull është e ki. E ruan një kafsh me krime. Qështu është transmetimi? Transmetimit jenë shumë të forta. Mirë po, ne do të flasim ata që thënë se do të linde. Ka disa transmetime se në kohën e pejgamberit ka pas një njeri jahudi edhe Hazreti Omeri e thonë. Thot e takumat Ibn Ajas. Thot një Ajasi ka qenë kohën e pejgamberit ama ka qenë jahudi. Ma në fund e pranon Islamin. Ki Hazreti Omeri thot se forma ati, si e ka përshkruajtur pejgamberi, thot fizionomia e ati Ibn Ajasit, thot është të gjallë. Këta shka kuptojnë? Se ka do reformator të Islamit. Ata shkojnë nga jo se këtë hadithe jenë transmetim vetëm për një njeri, arabët i thënë ahad. Për një njeri transmetues. Mirë po, ne nuk u besojmë këtine të reformatorë, se ata edhe nuk e besojmë dhe gjallë. Por, kjo e vërtet, që e flasë unë sot, edhe para juve, që do ta shpalos direkt çfarë fizionomie dhe çfarë veprimi do të ketë dhe gjallë. Kush është dhe gjallë e kuptu? Ka gjëra që shumë interesant kamën që ngërthen këtë fjallën dhe gjallë. Ta shti do ta shëti tërë botë. Tërë botë. Tash me qka? Shpejtësie. Pejgamberi na tregon se atëherës në kohën e Dejjalit nuk do të jenë këto që i kemi ne sot, më thonë satelita, që i kemi aeroplana, që i kemi helikoptera, këto gjëra nuk do të jenë. Por, qka? Thot, do të hecë si kur shiu është me erë. E tash era e ka shpejtësinë e madhe. Më thonë, edhe kur be shi, edhe era, qatë shpejtësinë do ta ketë edhe ato për 20 ditë do ta shëtite tërë botën. Tërë botën. Më thonë, për 20 ditë, 40 ditë. Disa thënë 40 vjetë, mirë po transmetimi i saktë është të thotë se 40 jaumen. Më thonë, 40 ditë do të shëtite tërë botën, në preja shtim, di transmetime ka. Një transmetime thonë, në Mekja dhe Medinë nuk do të mund të hije. Në Mekje
e në Medine, nuk do të mund të jetë. Ti mashtroje sikur se qka, sikur të gjezdismet e qera që do t'i kjesa. Por, transmetimi është shumë i fortë. Thot do afrohet deri te Medinja. Thot do mundohet deportohet, thot do t'i sheh me laqet me shpatë. Në cëllën anë do të mundohet deportohet, thot, do t'i dale me laqja me shpatë që nuk do t'hije mrenda. Këtë vetëm Dejjali dhe e shofe me qatë verbëri që e ka. Më thonë, së ndër hije në Medine. E njëjta gjë, edhe Mekja nuk do të mund t'hije Dejjali. Pse e mbrojnë me laqet se që kështu në ka ardhën argumenti i fortë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, të janë paralajmimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po, ku do të del Dejjali? Edhe kjo është shumë interesant. Në cilën vend do të del Dejjali? Ndoshta keni lexuar, ndoshta e keni dëgjuar prej disa xhallarëve se Dejjali do të del me një vend i thënë Khorasan ose ai vendi që Isfahan. Kjo është në lindje të Iranit të sotshëm. Pse? Në këtë vend jetojnë sot e kësaj dite, jetojnë 25.000 deri 30.000 jahudi në këtë vende. Është parafërsisht prej Teheranit është 360 km. 360 km prej Teheranit kryeqytetit të Iranit. Tash mund thote dikush, po jahudi nuk jetojnë aty ma shumë, është Izraeli. Tash, kur do të vije koha që do të del, se dima do t'jetë Izraeli. Se shtetet, nuk do jenë më ato shtetet që i kemi ne sot. Mirë po, hadithi është shumë i saktë që na thot se në këtë vende do të linde, do të dale Dejjali. Do të kur të dale, me vete, që kjo është shumë interesant, me vete, thot, gjdo të ndjeki, do t'jene më tepër qifut jahudi. Do të shkojnë bas ati. Edhe, si bas hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot, do t'jene më tepër gra. Do t'ke burë, ama do t'ke gra më tepër. Edhe ato me numër e të rëgon, pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot, 70.000 jahudi do ta përcjellin Dejjali. Qif numri. Hadithi që duhet edhe këtë ta dini, se përveç ki që pretendonte që u thash juve se do të pretendoj se është pejgamber, edhe sa më zot. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, medaljen e Dejjalit do të jetë i 30 numër ata që kanë pretendu se janë pejgamber. Të rejshëm të rejshëm. Në më thonë, do dale i pari, i diti, i treti, i katërti, deri i 30 do të jetë Dejjali që e përdojnë, që e përmendën, në thonë, pejgamber. Kitë ta. E në përqatë thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk do të vije dita e kiametit deri sa të afrohet i 30 të jetë Dejjali. Të jenë argumente, hadithet të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta shka me ndojnë për ka? Me të vërtet të shqipës. Do të takohet me kitë njerësi.
do të takohet me jo musliman, do të takohet edhe me besimtarë. Me besimtarët kur do të takohen, do të ketë pak problem. Jo besimtari, shumë si interesant të tjezi. Me jo besimtari kur do të takohen, i thot ati jo besimtari dëgjallë. Tash komunikimi thuj, çfarë komunikimi do të jetë? Dietarët thuj se do të flet arabisht. Do të flet arabisht. Thot, jo besimtari do t'i thot taj baba edhe nëna kanë vdek, thot e po, kanë vdek. Thot, a i dush t'i shofish gjallë? Thot, po. Thot, tash, hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtë njerëz do ta shohin se me të vërtet është realitet, por e kundërta është. Thot, nëna edhe baba, shejtani, mashkull do të bëhet dhe baba ati jo besimtari, nëna do të bëhet shejtanesha e asaj nënës ati. Ai kur di sheh babën edhe nënën, thot, a jom unë e kriju, ati di thot, a jom unë e kriju si që i krijoj njerëzit, i dhe thot e po, te i je krijusi. Bile, ato shejtana, do të flasin, do t'i thujnë bilit vetë, ndjekje këtë njeri se kjo zotin e jonë. Në thonë, kuptim, se në qëfar situate, në qëfar gjendje do vaje të thote se ajo kataklizma ose para kataklizmës së kësaj botës. Çka bën? Kur i pranon se nënën edhe babën, normal njeriu për shembull mashtrohet. A ne si tha se dëgjalli është mashtrues absolut në atë kohë. Dhe jesi. Thot kur dhe takoje, këto është e tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot mes Shamit, Damaski edhe Iraki do të atakuje besimtari. To e një interesant. Dhe kur dhe atakuje besimtari, di thote am pranush mu si Zot, besimtari di thote jo, se thot ti je dëgjalli që na ka tregu para lajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thot këti, po unë do të mbish, do të vras, ka thonë ti mbitur. Edhe çka i bën këti besimtari, të janë hadithet fort. Thot këti besimtari thot, dhe e qaje përgjis. Këtë besimtari. Du thote mashtrusve që i ka mashtru, që i kjerë gjimash 70.000, para me ndoni, 70.000 t'i kesësh me viti, duhet ato t'i mbash. Thot, u thot këtina, dojni ta zgjati, ta rinjali këtë. Këtë që ditë. Thot, po, dënë, Allahu një lëshanu di arabe këtë mërkuri. Të unë vetëm për mashrim. Asni musliman së ndë mashrim. Në atë ko, para me ndoni, asni musliman së ndë mashrim. Thot, dhe më gjallë. Dhe i thote, am pranush mu, si Zot, ka thonë tash e vërtetova, shumë se interesant di thotë i musliman. Tash e vërtetova se ti je mashtruesi, dhe me thonë dëgjalli, që na ka paralajmëruar pejgamberi. Se njeriu kur vdes, i vëjnë kërrejt ato gjërat që i ka pas ma shumë në dëshirë. Edhe këtë kur dhe e vrase, dëgjalli, ti i parafitirohet se me vërtet ti është dëgjalli. Thot pastaj, edhe kjo është interesant. Thot du thote, këtë njeri dhe e shtejnë gjenem, para me ndoni, dhe të tjese, si mas hadithi, thot disi t'i lume. Njën e parë, qetra në zjarë. Bëj po pejgamberi në thot kësho. Ata që mendoj se zjarë është zjarë gabuj. Nëse mendoj se ai ujti ose gjeneti, është e vërtet, së është e vërtet. Ata njerëz, që sa më e thot pejgamberi, ata njerëz që do të hudhen në zjarë, do të jenë gjenetli. Ata që do t'i hudhe në gjennet,
mendimi i atij është, ato njerëz sot do jenë në zjarr të xhenemit. Kitë këtë gjëra do t'i kesin fuqinë e vetë çka e gjallë. Para mendoni, e në zjarri, e në xhenemit. Këto do t'i ketë disponim Allahu ja ka dhënë. Jo se ka fuqie. Nuk mund ta ketë këtë fuqi pa ja dhënë do thotë se krijuese ose Allahu xhallahu. Çka pastaj? Thot, do të gjezdise 40 ditë. Paraforsisht djetarë shumë bajrë kanë bënë matematikë, kanë thonë një vit e 10 muaj e gjysë. Për një vjet e 10 muaj e gjysë do të shëtite këtë botë. Sot ne për shumë shkujmë në Amerikë, në shumë në tuën për shumë 12 orë. 12 orë, nëshën ma shumë të është. Po me shku në Australi, alamat e janë. Tash, para mendoni çfarë fuqie do të ketë për një vit e 10 muaj e gjysë. Tash, kur thurin 40 ditë, një ditë do t'jetë si një vjetë. Më thonë, një ditë qaq dhe zgjatet ajo dita, që do duket e gjatë dhe jese një vjetë. Dita e ditë dhe duket sa një muaj, tu u shkurton. E treta ditë, thot, do t'jetë sa një javë. E katërta ditë do t'jenë, thot, pesta, gjashta do t'jenë ditët e rëndomta si kurse ne që i kemi. Çka kuptojmë për kësaj? Jënë gjëra që pak logjika jonë nuk i merr. Pse të jape Allahu Gjeleshanu këtë fuqi të gjallë? Pse të jape? Ja jep se që ato që jenë të luhatshëm, shumë shpejt dhe mashtrohen. Pse? Tjetër që do t'jetë me rëndësi? I thot, te qka dush? Thot, du shi. Tjetër i thote, qka du ushti? Thot, unë du pasonin. Di thote tokës kot tokë, nëzire pasonin që e ka. Këtë një qësë. Se kjo është mashtrim. Edhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, para 1400 vjetre ka thonë, fitnja, sprova, më e madhe në rrezullin toksor, thot do t'jetë të gjallë. Sprovë më e madhe. Kitë sprovat ne kemi, edhe sot kemi. Edhe ata pejgamberët e përpashëm kanë pas sprova. Edhe ata tjerët, kitë kanë pas sprova, mirë po sprova më e rëndë në këtë rrezullin toksor që e shohim ne, do t'jetë të gjallë. Është mashtruesi shumë madh. Përmban njëzër. E tash, sa do të kemi ne fuqi ta arrim, une një mendim jem se nuk mund të arrim. Dhe bëjmë generatat e ashtë. Amën e këtë e ka thonë pejgamberi. Nëse vinë dëgjalli kur qenë une dhe përballohen marë. Nuk u lojë une. Shëmë sa u lojë. Une dhe t'i dalë për para dëgjalli. Edhe pejgamberi që këtë fuqie ka pas. Edhe në kohën e vetë, kur ka pas dhe një krizë, ose dhe një zërë, ose të frikshme, njerëzit, kur kanë dalë të shohen pika vejnë ajo friga, i pari ka qenë pejgamberi në rrezik. I pari. Edhe për atë shka të thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot nëse del mu, thot une dhe ballafaqohem me atë, nuk u loj juve. E thot, nëse une vdes, atëherë thot, dëgjalli do ta ketë përfundimin pini pejgamberit. E jopi
pejgamberit, më thonë Muhamedit alayhi salatu wassalam, por rrezikun më të madh do ta ketë prej Hazreti Isës, biri i Meriemës. Edhe këtë inshallah do të flasim javën e ardhshme, se dhe kjo temë gjërë, se ka ajete kuranore, ka në mendime tjera se nuk do vije, por ne do të shkruajmë në ato transmetimet autentike që i kemi në Islam. Autentike në Islam. Tash, mbrojtja, si mbrohemi prej dëgjave. Dhe kjo është interesant. Mbrojtja prej dëgjave është një transmetim është se çdo të gjumon, dite e gjumon, mirë është, nuk është obligim. Mirë është ata që din të lexojnë Kur'an, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ajetet e kaptinës Kehf t'i lexojnë. Dhe të ajetet. Kush i lexon, do të ketë siguri kur të takohet dëgjali. Në thoni mbrojtët e tjerë. Këtë 10 ajetet kuranore, dhe ajo kaptina e Kehf, ose, si i thuj shqip, kaptina e shpellës. Edhe kjo është shumë interesant. Në kuron që është. Edhe kemi edhe një mbrojtje tjerë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lejuar mas e tehijatit në namaz. Mas e tehijatit në namaz. Mund thush, Allahumma inni a'udhu bike min Mesihi Dejjal. Ka edhe argumente tjera që i përmendëm, o Zot, strehom mua, o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga sprovat e dëgjalit. Është e vazhdon prap hadithi, dhe kjo është autentik, o Zot mu mbron prej dënimit të varit. O Zot mbron mua prej dënimit të zjarit të xhenemit, atij varit të xhenemit, o Zot mbron mua prej sprovave gjatë jetës edhe gjatë vdekjes. Edhe e përmendëm këtë, që thot, o Zot, mu mos streho në që mos takohem me sprovat e gjatë. Edhe Allahu Gjeleshanu thot të mbroje këtë njeriu prej këtij sprovave ose fitneve të dëgjalit gjatë kësaj e jetës. Mendoj se e kom përfundu krejt argumentet rreth dëgjalit, edhe ku dhe dale, edhe në ngelen tash në fund, ku dhe takohen për t'ja prerë kokën Hazreti Isa. Kjo është, nuk e tregoj ku dhe zbret Hazreti Isa, se dhe kemi sot një javë, dhe takoje Babu Lut. Babu Lut thot është nga Tel Avivi, ndërmjet Palestinës dhe Shamit. Ki Babu Lut që atë do të takoje, thot Hazreti Isa Dejjali, edhe thot kur t'ja prese kokën, dëshkrihet më njëherë si kur kripa nuk. Kur është e shkrepa nuk, më njëherë shkrihet. Edhe thot e njëjta gjë kur t'ja prese kokën në shparë Hazreti Isa, thot të shkrihet Dejjali. Kjo është e rreth Dejjali, si ka jetu ku të dalë, mbrojtja për asaj, edhe më në fund do të mbarojë prej kësaj botës me çato përmjeshtrat e veta që i boni rreth rruzëve toksor, më në fund dorëzohen dhe thotë se te Hazreti Isa.
nëse ka mëse rreth pikjeve t'juja, mendoj se mjafton për dëgjavin i fili të njohura këto gjërat, edhe pse kanë pretendime shumë të mëdha, edhe jehudi, edhe krishterë, shkruajnë ka ajo se edhe ata e presin të thotë se këtë dëgjavin, mirë po, në ato mendime, në ato argumente që i kanë pas në rreth të urati që i ka përmend, por edhe në gjiri. Se ne e përmendom se kitë pejgamberët e kanë përmend. Mire, e në argumenti është që thash pares edhe Nuhi alayhi salatu wassalam e kanë përmend, por unë do të rregoj diçka që nuk e kanë pas ata pejgamberët tjetër, që se kitë do të jetë dëgjavin një verbo, por Allahu nuk është verbo. Allahu të lëshanë mu është përlef